Me uljen e nivelit të prurjeve të lumit Droj, strukturat e mbrojtjes civile kanë nisur punën për rikuperimin e dëmeve të shkaktuara nga përmbytjet. Punonjësit me mjete të rënda po punojnë për devijimin e shtratit dhe me hapjen e një rruge alternative për banorët e fshatit Shpërthet, të cilët janë të izoluar prej më shumë se një jave. Tatë fundit, shprehen se shëmbja e rrugës i ka vënë në vështirësi të mëdha, pasi aktualisht nuk ka një mundësi kalimi me automjete. Lumi e shemi qysha që ke land e deri këtu ke Smail Hajdari e ka bon që shumë si që shofin. Parafërsisht rreth 80 familje, të është sa banorë? 300 banorë. 300 banorë që bon? Ma mirë s'ka, kanë arë fort të manë, të që si kanë arë si ullë ujtë, e bënë punën të pasër, në që bëhet kënej të shi, bëhet që ujtë e largu, që për ujtë nuk bëhet. Asi gjënë bëhet, po pat ujtë. Shati për momentin aty izoluar? Izoluar ka që. Kena dalë më kra. Çdo gjë me kra. Në komisore, mjetët në bloku më vonë. Tash, 4-5 ditë. Një javë më parë, eshjet e dëndura shkaktuan përmbytje në disa zona të Kurbinit, ndërsa dalja nga shtratja e lumit Droj shkatërroi rrugën e fshatit Shpërthet duke izoluar rreth 80 familje. Në të njëjtën situatë, mjetet e bashkisë dhe ushtrisë po punojnë për rikthimin e normalitetit dhe në malsinë e Kurbinit, ku si pasojë e shëmbjeve së urës dhe rrugëve u izoluan 3 fshatra.